Mirë se edhe të njërë. Mirë se u qetëm. Jam Krishnik Cena nga Kupsi, po punem këtu në Tiranë. Sa vite ke që e për këtë zanat? U bon 25 vite në këtë zanat që merremi. Që në moshën 19 vjeçare. Ka qenë një punë që ka nisur me dëshirën tuaj? Po janë ato vite, ishte punë me ndihmu familje, po pastaj u bo pasion edhe arritëm deri këtu. I vetë me familje që keni që kupucar? Po, se kemi trashëguar. Në atë kohë, ishe ti që e rregulloje të kupucët të familjes? Po. Apo aty stërviteshe? Aty mësoheshe tek ata? Nxansë, jo, kam filluar nxansë diku, pastaj më bëra punëtor edhe pastaj në kalimin e viteve e hapëm. Në Kukës. Për sa vite mbarë, për sa vite ke qenë Kukës si kupucar, domethënë si nxënës dhe pastaj marrë profesionin? Po 8 vite kam punuar në Kukës, pastaj edhe në Tiranë edhe prapë vazhduam të kupucar në Tiranë. Në vend 14 vite po. Fillimisht e hapa vetë punëtor, isha vetëm unë. Unë ishte ka qenë besoj më e vogël. Unë, po pastaj ka qenë shumë e vogël, po tani me kalimin e viteve e kemi zbatuar pak nga pak. Me edhe këto kolekt që punem bashkë. Cilat ka qenë vështirësitë në fillim fare? Domethënë updatimi në Tiranë, domethënë punishtja e vogël. Ka pas shumë porosi atë? Fillimisht çdo fillim ka vështirësitë e vet apo mëson puna vet dalë me dalë. Kur ka pas më shumë fluks pune? Domethënë kur e ke ndjerë ti më shumë fluksin e punës? Më përpara apo tani? Po tani është rrit shumë se kanë bërë vetëm edhe rrjetet sociale, Instagram, Facebook. Si jeni updatuar me rrjetet sociale? Kush të ka ndihmuar apo ke qenë vetë që keni marrë iniciativën që duhet? Po e kam kuptuar se duhet për përshtat këtë punë dhe kam arrit deri tani mirë. Kur është periudha që keni dhe ju më shumë fluks pune? Tani, dator. Tani? Po, se veshin shapka e gjara njerëzit s'para marrin kuca. Po verës është e vështirë, domethënë për të mbajtur biznesin në ato ritme që ti do? Po, përgjithësi po, se bëjmë përsi për dasma, për sebepe, për kështu. E kemi mbulu. Është një punë që nuk shteron kur. Ja, mirë është. Si rat kontakt me zotërinë për të rritur më shumë biznese, e thuash, dhe punishte? Gjithë kolekt janë profesionistë vjetë që kanë punuar edhe përpara. Me i vjetri? Më i vjetri, gjithë vjetër janë, se di. Gjithë vjetër janë? Gjinin e kam nga Kupsi atë, kam shok. E ke marrë që ande? Keni ardhur në klinikë? Po në Kukës kemi punuar bashkë edhe e kemi edhe këtu. Ah, e ke edhe në foto. Po e marrim foton e shpjegoj pak. Dhe këtu ju keni qenë student? Punëtor në Kukës. Punëtor? 19 vjeç. 19 vjeç. Këtu jeni? Jo, apo jo? Po. Po gëzimi ku është tani? Gëzimi është këtu mbrapa, po nuk duket mirë, është këtu. Të tjerë nuk janë këtu. Ky këtu është Ilazi. Si ka emrin? Ilazi. Ilazi. Është në Angli që vazhdon profesionin edhe në Angli atje dhe ka pas sukses. Kupusar në Angli? Dhe i kupusar shqiptar në Angli? Po. Ky ka bo kurs të rrita orës me shqiptar në Angli që pa dalë. Je e zili për mirë. Po normale, se mos isha unë aty. Jo zili për mirë, po jam krenar që kam punu me ta, jo se zili. Në aspekti që të lind një ide që ndoshta mund të ishte më mirë të ishte aty, ndoshta ka një... Ja, se kam me qef me shkuar dhe se kam me qef fare. Ma mirë punoj këtu, se kam pas qef as njësë. Ndoshta i përfitime monetare mund të ketë më të nda? Po. Le t'i ketë? Se kam me qef, po se kam me qef me ikan. Në krahasim, domethënë kur e bëjmë krahasimin e kupuzëve që blihen në treg dhe kupuzëve që blihen, domethënë edhe që ka një punë kolosale këtu. Si lëvizin çmimet? Domethënë ka një çmim më të lartë? Po këtu gjitha çmimet e kemi kupucat lehtë janë standarde 50.000 lekë shesim ne, kurse me qafa 60.000 lekë. Që do të thotë nuk është se që kanë madje jashtë i gjenë edhe më shtrejt. Janë lëkurë edhe nuk kanë probleme kështu për aromë të keqe për kështu. Janë përsi që kanë se janë të shtrejta. Jo, nuk janë të shtrejta, po do më thënë, a i din blerën? Ja din njerëzit a din blerën dhe që të do të këpucë e bërë vetë, artizanale? Kush ka blerë njerë të nërë, kletë shumë herë. Klientët e tu janë të përreshëm? Po janë ka shumë po. Kush blerë njerë, kletë pa. Cila ka që porosia me madhe që mund të kesh bërë brenda, do më thënë, brenda një dita? Numri? Ka që kemi kapacitetin që mund të përdojmë edhe me marrë ma shumë porosisë se bërballëm dëtë. Ka që është kapaciteti, se kemi me makineri, kemi me dorë që të gjë. Cila është problematika, do më thënë lodhja me madhe që ka ky si zanat? Durim. Durim? A ka incidente gjatë punës? Ja, s'është. S'është punë me rrezik, s'ka Kush është, do nga këto sektorë që shohim këtu, kush është puna me lodhshme apo secila ka lodhjen e vet?
Cila po vetë po montimi këtu. Montime? Montimi që Po në qoftë se do të thënë një nga produktet del me defekt, kush e ka fare nga këta? Kush? Ha, montimi prapë vese, e? po vajte ku. Prodhohen avionet dhe dalin me defekt në një. Po futa ti, po 90% e punës është defekt. E parë më konkrete, do të thënë cila është puna dhe si janë etapat për të krijuar një këpucë artizanale. Po faza e parë merret porosia nga klientët si e do, ku e do, ç'a numër e do. Tani kjo gjë ndodh vetëm online, në rrjetet sociale tani. Shumica vetëm online. Ka edhe që vinë këtu të punishtja, po më shumë online. Marrim porosin, dërgojmë të loga. Vajza aty, e vetëmja vajza. Aty pritet, pastaj e qepim makinë qepse atje. Pastaj vjen të Makina e qepse të përket ty, domethënë është po, pozicioni ka jo? se që ulem edhe unë, po është edhe zoj tjetër që vjen bazditë dhe i qep. Tani eksaktësisht për shembull zotëria këtu çfarë po bën? Po bën një model këpucë. Këtë model. Që është kjo? Po. Që do bën me gomat si këto. Këto goma. Ja, bëri gati si thotë. Nesër është gati për klientin. Kanë motive në gishta? Ha, do jenë padashi e godasit e gishtit? Mos me pas mendjen edhe i di gishtit. Si na janë bërë refleks gjërat. Ikën çekiçi. E shikon dhe me sy mbyllur, e? Normale. Edhe kjo quhet ne pincë ose danal në gjuhën tonë të profesionit. Na është bërë si refleks tash, kështu që Sa vite keni ju vetë në këtë profesion? që në vitin 1987. 87. Ka kap koha e komunizmit pak. Po. Ti e zgjodhe vetë apo ishte thjesht të trashëguar dhe ta mbaje E kisha profesion? dëshirë si profesion edhe e zgjodha vetë. Pse nuk do që fëmija jo ta ketë këtë profesion? Kur do? Pse nuk do që fëmija ta trashëgoj? Ka që e kam pa që kam heq vetë. Fëmija mund të trashëgohet të profesionit, në qoftë se do ishte aftë për shkollë. Që ato ishin të aftë, të ecën për para, me shkollat lartë dhe profesionet ndryshme, qoftë se fëmija im nuk do ishte aftë për shkollë, deri te i gjimnaz që nuk arrite dot, atëhere profesion e kishte të jati. Se kam 40 vjetë në Pezanat, bashkë aty ku ka thë Ardiani në shkollë. Jeni njohur bashkë ju? Ja, unë kam qenë një, unë kam fillu në punë 82, në shkollën ka bo 81, 2 vjeçare ka qenë, ajo. Mendoni që është një zanat që ndoshta është duke u zhdukur gradualisht. Domethënë sepse si ishte edhe zotëria, gjithë pretendojnë për fëmijët e tyre që të kenë me shkollë të lartë, pavarësisht se sa do adoptojnë në treg, se dalin gjithë me shkollë të lartë, jo gjithkush do gjej vendin e punës. Domethënë është një zanat që s'po preferohet më. Vërtet është problem edhe me marrë nxënës, nuk vinë edhe nxënës me mësu. Nuk të vinë. Nuk vinë. Nuk duan? Po nuk duan se s'kanë durim me ne. Do të thënë kemi një brez që nuk ka durim. S'ka, Nuk e gjen. ja, s'kanë. E kemi nevojë edhe ne për një me shtu edhe stafin, po nuk Është vështirësi sot. Sa merr përgatitja e një këpucës, sa kohë të merr? Domethënë në fat kohë, në po minutazhe apo në ditë. zakonisht porosit i zjarr? marrim porosit u thomi 5-6 ditë. 5-6 ditë do që bëhet një këpucë kompletuar. A që thonim me shku të klienti. Sa është kapaciteti domethënë i prodhimit në ditë? 12 palë, 13 palë në 12 ditë. palë. Që mund të bëjmë. Po vajza që ri aty eksaktësisht çfarë punë bën? Bën për në faqeve lëkurës. Kush ka qenë domethënë një porosi që ju ka ardhur çudi dhe jo që është kërkuar, domethënë në ngjyra, në lëkurë, në këto, domethënë që thonë si ka mundësi që i kërkojnë akoma këtë lloj. Po të kombinimin e ngjyrave, jo se modelet jo, po të kombinimin e ngjyrave që guxojnë klientët që guxojnë me bën kombinime të ndryshme. Kush është kombinimi më i çuditshëm që keni bërë ose më i veçantë? Po ngjyrat e hapura që janë për zakonisht burrat që kanë pas ngjyrat e nderëzve, ngjyrat e hapura tani guxojnë edhe i bëjnë edhe me ngjyra. Për shembull, do i kemi këtu. Për shembull, këto Për shembull. këtu për burras para kanë. Tani ju keni më shumë për prodhime për meshkujt apo edhe për gratë? Ne punojmë vetëm për meshkuj, për femra s'para bëjmë. Nuk doni të ngatroheni me atë sektor.
Kanë më shumë Nazë. nazë. Nuk pëlqejnë asgjë femrat, e? Tek veshkujt i bini për shkurt që çati japësh e marrin. Jo çati japësh, kanë kërkesa të veta, po janë më preciz në ato që duan. Atletët a thuhet me apo domethënë kpuca klasike është më e vështirë për të punuar. Atletët kanë më shumë detaje, më shumë kështu. Kurse klasikët kanë pak më thikë. Po kosto më të lartë kush e ka? Kush të merr ty kosto më shumë? Po te atletët kanë më. Në kosto. Po sezoni më që tani jemi edhe në sezonin e vjeshtës, kush është modeli që preferojnë më shumë ose ti do ja sugjeroje? Dhe ta përmbyllim me modelin e vjeshtës që do bëhet trend. Po varet e tipet çat tipe shazë, disa guxojnë me atlete që bëjnë kështu me kombinime që mund të guxojnë. Tani fillojnë edhe këto modelet me qafa. Janë tani më shumë për vjeshtë. Që janë vjesht dimër, janë këto me qafë që rrojnë që janë komplet lëkurë dhe s'fusën as uja, s'ka problemi për të ftoftin. Ne falenderojmë shumë Faleminderit juve. Faleminderit juve. Kemi kohën e mbarë. Faleminderit, mirë se. Ja.